Mirë se erdhët të dashur shqyrtar në Letra Trefej. Jam Diana dhe të bëjmë leximin e juaj të radhës. Si që shini kam hapur 9 letra dhe në këto 9 letra do mundohemi të marrim uroj më të mirën e duhur që keni nevojë tani. Të dashur shqyrtar, kjo javë kur hedh një sy kështu e shikoj ka një mesazh shumë të qartë për ju. Është koha të besosh më shumë te vetja dhe të mos humbasësh energji duke luftuar betejë të kota. Fillimi i javës të gjem plot motivim dhe dëshirë për të vepruar, por në mes të saj do të përballesh me një zgjidhje të rëndësishme. Në fund del më i lirë, më i sigurt dhe me njerëz që festojnë suksesin tënd. Të dashur shqyrtar, ja nisim javës tuaj me letrën e kalorës së Gabrielit, quhet ndryshe, që sjell energji, lëvizje dhe guxim. Nuk je më në humor të presësh që gjërat të ndodhin vetë. Ke një ide, një plan, ose një dëshirë dhe vendos të bësh hapjen e parë. Mund të jetë një aplikim për punë, një projekt, një udhëtim ose një vendim personal që e ke shtyrë prej kohësh. Kjo javë të shtyn të thuash, po e bëj tani. Lëvizje, pra. Kërkoj ndjesë. Ky guxim mbështetet menjëherë me letrën e guximit. Ja ku është strength. Do të ketë një moment ku dikush mund të testoj durimin ose të provokoj, por këtë herë nuk fiton ai që vërtet më shumë, fiton ai që ruan qetësinë. Forca jote apo guximi jot do të jetë mënyra si kontrollon emocionet, jo si reagon me impuls. Këtë duhet të keni parasysh shigjetari. Dhe pastaj del kalorësi i Michaelit, që ja këtu është fluturimthi, tregon se ngjarjet fillojnë të përshpejtohen. Një telefonatë, një përgjigje, një takim ose një vendim vjen shumë më shpejt nga se e prisje. Mund të ndihesh sikur java po ecën me ritëm të lartë, prandaj do të duhet të mendosh shpejt, por edhe me logjik. Sepse i do gjërat e shpejta, kjo është një energji e tillë, dhe pastaj të dashur shigjetar, vjen faqe e Gabrielit. Faqe e Gabrielit që sjell një lajm, një mundësi të re, dikush mund të propozoj diçka interesante, ose mund të dëgjosh një projekt që të zgjon entuziazëm. Mos e nënvlerëso, çfarëdo që të jetë. Një ide vetëm, sepse në fillim duket e vogël, pikërisht kjo mund të rritet shumë më shumë në të ardhmen. Shpeshherë mashtrohemi të dashur shqyrtar duke parë se s'ja vlen ndoshta të investoj këtu apo të bëj këtë apo ta marr këtë si të mirë. Jo, nga gjërat e vogla mund të bëhen shumë të mëdha. Dhe në qendër të leximit kemi The Lovers, që tregon se java do të vendos përballë një zgjedhje të rëndësishme. Për disa lidhet me dashurinë, për të tjerët me punën ose një partneritet. Nuk është një zgjedhje mes të mirës dhe të keqes, jo, por mes asaj që është e rehatshme dhe asaj që të bën të ecësh përpara. Zemra dhe arsyeja duhet të dashur shqyrtar, duhet të punojnë bashkë. Pasi merr këtë vendim, del 5 të Michaelit, që të paralajmëron të mos harxhosh energji me njerëz që duan vetëm debat ose konflikt. Dikush mund të përpiqet të tërheqë në një diskutim pa vlerë. Letrat thonë qartë, jo çdo fitoria vlen çmimin. Ndonjëherë largimi është zgjedhja më e zgjuar, zgjedhja më e mirë. Dhe pikërisht sepse nuk humbet kohë me gjëra të kota, shfaqet mbretëresha e Gabrielit. Fillon të ndihesh shumë e sigurt te vetja, njerëzit të dëgjojnë, të respektojnë dhe e shohin se kanë besim në atë që bën. Nëse ke një biznes, punë me publikun, ose një projekt personal, kjo është një javë shumë e mirë për të bërë
për të bërë më i dukshëm apo më i dukshme. Më pas del decision. Vendimi pra. Shkaj është këtu një ka fazë dhe polirohen sikur. Tregon për të ecur përpara duhet të heqësh dorë nga diçka që ke mbajtur peng. Mund të jetë një frikë, një zakon, një person ose një mënyrë të menduarit. E kupton se nuk mund ta marrësh të ardhmen me vete, ndërsa mban ende barrën e së shkuarës. Shigjetar. Dhe java mbyllet me tret të Rafaelit, të dashurit e mi, një letë shumë pozitive. Pas gjithë vendimeve dhe ndryshimeve shigjetar, vjen një arsye për të buzëqeshur. Mund të jetë një festë, një takim me njerëz të dashur, një sukses në punë ose një lajm i mirë në familje. Atmosfera bëhet shumë më e lehtë dhe ndihesh se më në fund po hyn në një periudhë më të gëzueshme. Shqiptar, kjo është një javë ku guximi yt do shpërblehet. Mundësi të reja po ju hapen, një vendim i rëndësishëm që të çon në drejtimin e duhur dhe të largon nga njerëz ose situata që vetëm të lodhin apo të shterojnë emocionalisht. Në fund të javës ndihesh më i lirë, më i fortë dhe me arsye të vërteta për të festuar. Mesazhi që mund t'ju jap këtu është mos u kap pas asaj që të harxhon energjinë pra, siç e thash, kur zgjedh paqen, guximin dhe njerëzit e duhur, rruga përpara bëhet shumë më e lehtë.